Xhami gjatë Ramazanit janë plot e për plot, apo shumë më shumë të frekuentuara se në muajt e zakonshëm, por për fat të keq, niyetin e mirë të besimtarve për t'i begatuar me adhurim netët i këtij muaji të bekuar, ka persona keqdashës që drejt shtëpive të Zotit nisen me qëllime të errta, pra për të kryer vjedhje. Një rast i tillë ka ndodhur dje, kur një shtetas i Shqipërisë në njërin nga xhamitë e qytetit ka kryer vjedhje, duke ia marrë paratë dhe telefonin një qytetarit. Policia ka konfirmuar ngjarjen, por nuk ka dhënë detaje për formën se si është kryer vjedhja. Megjithatë, veprimi i menjëhershëm i uniformave blu ka bërë që të kapet autori dhe gjysendet e vjedhura t'i kthehen pronarit. Me datë 2 mars 2025 në orën 12:30 në Gostivar, zyrtarët policor nga Departamenti i Punëve të Brendshme në Gostivar kanë privuar nga liria personin GP, 25 vjeç nga Republika e Shqipërisë. Ai dyshohet se personit me inicialet BT, 29 vjeç nga fshati Banjice Poshtme i Gostivarit, ia ka marrë celularin dhe parat në një objekt fetar në Gostivar. Sendet e vjedhura janë gjetur dhe i janë kthyer pronarit, ndërsa GP është ndaluar në stacion policor. Pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të bëhet kallëzim përkatës, thuhet në njoftimin e policisë. Kujtojmë se ky nuk është rasti i parë i të kryerit vjedhje në një xhami, sepse raste të tilla ka pasur edhe në të kaluarën, ku postjerash janë vjedhur paratë që besimtarët i dhurojnë për institucionet fetare në të ashtu quajturat kutitë e solidaritetit. Dhe në këto raste, xhamati i këtyre xhamive është shprehur i revoltuar, duke kërkuar që persona që marrin guximin të vjedhjen dhe të bëjnë dëm nëpër xhami të bëhen publik për opinionin, me fotografi e emër e mbiemër, me qëllim që kjo sadopak të ndikojë që të mos përsëriten veprat e këtilla. Sipas tyre, në këto raste nuk bëhet fjalë për krizë financiare, por për krizë morale tek personat që guxojnë të kryejnë vjedhje nëpër objektet e shenjta. Kujtojmë se her pas herë në xhami paraqitet edhe dukuria e vjedhjes së këpucëve. Kjo sidomos gjatë muajit Ramazan, ku xhamit janë më të frekuentuara. E me që muaji bekuar sapo ka filluar, policia apelon që askush të mos shkojë në xhami me një plan të tillë, sepse do të përballet me pasojat ligjore. Kjo sidomos tani që pjesa më e madhe e xhamive janë të pajisura me kamera të sigurisë dhe identifikimi i hajnave bëhet më i lehtë.